Plutoni është një planet gjugjë në rripin Kupler, një unas trupash përtej orbitës së Neptunit. Është objekti i 9 më i madh dhe i 10 më i madh i njohur që rrotullohet drejt për drejt rreth Diellit. Është objekti më i madh i njohur trans Neptun për nga vëllimi, me një diferencë të vogël, por është pak më pak masiv si Eris. Ashtu si objektet e tjera të rripit Kupler, Plutoni është bërë kryesisht nga akulli dhe shkëmbi dhe është shumë më i vogël se planetet e brendshëm. Krahasuar me hënën e Tokës, Plutoni ka vetëm 1/6 e masës dhe 1/3 e vëllimit të saj. Plutoni ka një orbit mesatërisht të çuditshme dhe të prirur që varion nga 30 në 49 njësi astronomike, 4.5 deri në 7.3 miliard kilometra, 2.8 deri në 4.6 miliard milje nga Dielli. Dritës nga Dielli i duhen 5.5 orë për të arritur Plutonin në distancën e tij mesatare, 39.5 AU, 5.91 miliard kilometra. Orbita e çuditshme e Plutonit e afron periodikisht më afër Diellit se sa Neptuni, por një rezonancë e qëndrueshme orbitare i pengon ata të përplasen. Plutoni ka 5 hëna të njohura: Charon, më i madhi, diametri i të cilit është pak më shumë se gjysma e tij të Plutonit, Styx, Nix, Kerberos dhe Hydra. Plutoni dhe Charoni nganjëherë konsiderohen si një sistem binar sepse bariqendra e orbitarëve të tyre nuk shtrihet brenda asnjëri trup dhe ato janë të bllokuara në mënyrë të baticës. Misioni New Horizons ishte anija e parë kozmike që viziton Plutonin dhe hënat e tij, duke bërë një fluturim pranë më 14 korrik 2015 dhe duke marrë matje dhe vëzhgime të detajuara. Plutoni u zbulua në vitin 1930, objekti i parë në brezin Kupler. Ai u përshëndet menjëherë si planeti i 9, por statusi i tij planetar u vu në dyshim kur u zbulua se ishte shumë më i vogël se sa pritej. Këto dyshime u shtuan pas zbulimit të objekteve shtesë në rripin Kupler, duke filluar në vitet 1990 dhe veçanërisht objektit më masiv të disqjeve të shpërndara Eris në 2005. Në vitin 2006, Unioni Ndërkombëtar Astronomik ripërcaktoi zyrtarisht termin planet për të përjashtuar planetet gjugjë si për shembull Plutoni. Megjithatë, shumë astronom planetar vazhdojnë të konsiderojnë Plutonin dhe planetet e tjerë gjugjë si planet.